Pas vendimit të gjykatës kushtetuese që përcakton një afat 30 ditor për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka reaguar publikisht duke mirëpritur këtë aktgjykim. Në një postim në rrjetet sociale, ai theksoi se vendimi nuk ngarkon vetëm fituesin e zgjedhjeve, por të gjithë deputetët pa përjashtim. Aktgjykimi i dieshëm i gjykatës kushtetuese thekson qartë se obligimi për ta konstituuar Kuvendin është obligimi të gjithë deputetëve, dhe jo vetëm i subjektit të parë, shkroi Kurti. Duke marrë nismën për të shtyrë përpara procesin, Kurti tha se ka ftuar në takim të gjithë krerët e subjekteve parlamentare për të shtunën në orën 16. Qëllimi sipas tij është gjetja e një konsensusi të përbashkët për konstituimin e Kuvendit të ri. Si kryetar i lëvizjes Vetëvendosje dhe në emër të grupit më të madh parlamentar të dalur nga zgjedhjet e 9 shkurtit 2025, u jam drejtuar të gjithë krerëve të subjekteve të përfaqësuara në legjislaturën e 9 me ftesë për takim të përbashkët, nënvizoi ai. Edhe lideri i AK-s Ramush Haradinaj, i cili e dërgoi çështjen në gjykatën kushtetuese, ka deklaruar më herët se ky vendim është i detyrueshëm dhe duhet të zbatohet nga të gjitha forcat politike. Ai e ka cilësuar aktgjykimin si të qartë dhe të padiskutueshëm, duke bërë thirrje për përgjegjësi institucionale. Tashmë të gjitha palët kanë në dorë një afat të kufizuar për të shmangur një krizë kushtetuese dhe për të garantuar vijimësinë e proceseve demokratike në vend.